أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me disa nga këshillat e pejgamberit alayhi salatu wassalam se si kujdesej ai që besimtarit mos e tepronte me kënaqësitë e kësaj bote të cilat mund ta devijojnë nga rruga e drejtë. Njëherë shënën Ukbe apo Nesaiut se një shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam e ka dëgjuar Resulullahin sallallahu alaihi wasallam duke këshillu familjen, po ashtu edhe shokët e tij, duke thonë keni kujdes nga veshja e rrobave të mëndafshit. Na i thojmë në gjuhën popullore teshat e sfillës. Teshat e sfillës. Thot, i ka këshillu duke u thonë nëse e dëni mëndafshin apo sfillën e xhenetit, keni kujdes mos e veshni në dunja, mos e veshni në dunja. Këtu të nderuar vëllezër, me këtë këshill duhet ta ndajmë meselen e teshave të sfillës, po ashtu edhe të arit apo të dukatit në dy pjesë. Pjesa e parë, sfilla edhe dukati për meshkuj, edhe sfilla e dukati për femra. Se përket femrave, kjo është e lejuar, nuk ka problem. Ban gratë, mos zbukuru me dukat, mrena normave të lejuara, sepse çdo teprim është i ndaluar. Mirë po, se përket meshkujve, kjo është e ndalume, tërësisht. Do me thonë, keni kujdes, ka njerëz të cilët kur i këshillojmë i thojmë heke unazën, mëse ma unazën e dukatit, ose thot pa kam këta prej kohës fejesës, ose martesës, ose ma ka ble filani, abdin dhurat, e tjerë, 20, 30, 50 vjetë e manë. Themi nuk ka arsye tim kjo gjë. Duhet me pas kujdes. Po ashtu edhe sfilla, mëndafshi për meshkuj nuk është i lejuar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam një herë ka këshillu, domethënë i ka marrë një ari, një zbukurim të arit, unaza, çka ka qenë, edhe një tesh të mëndafshit sfillës. Edhe i ka ngrit lart edhe ka thonë këto dy zbukurime janë të ndaluara për meshkujt, për burrat e ummetit tim, për burrat e ummetit tim. Edhe të lejuar për gratë e ummetit tim. Domethënë, nga kjo duhet me pas kujdes, pastaj çdo arsyetim tjetër nuk është i vlefshëm. Ma ka ble filani, ma ka ble fisteke, kam dhurat prej këtij, kam dhurat prej atij. Kemi pas rast kur kemi këshillu vëllezërit jam të ri të cilët kanë pas për dhurata nga bashortët e veta, e tjerë, aspektin e arit e kam fjalën, edhe, po jo e kam dhurat prej filanit. Kur vjen dispozita e Zotit, të dashur vëllezër, kur vjen dispozita e Zotit, mundohuni, aman, mos mu arsyetu, e kam dhurat për këtij, e kam dhurat prej atij. Kur vjen pyetja Allahi, çdo sen merr fund. A dini që do të thonë feja në 3 fjalë. Feja do të thonë, kur vjen pyetja Allahi, me hek dorë për çdo senet. A ka në pyetje Zoti? Hek dorë për babës, e për nanës, e për vllajt, e për motrës, e për dukatit, e për argjendit, e për venit punës. Për i Zotë Zotit. A ka në pyetje rizaja Zotit? Hek dorë për çdo senet. Nuk vlen arsyetimet ma, e kam dhurat për këtij, kam dhurat për atij. Ti mundesh me gjetë një kompromis me veten tënde. Kompromis me thonë vetes, ka dalë ma ka ble dhurat bashortja, këtë unaz. A banune, mi a këthy mi thonë që, unë të ashtu për të e dhurat, maje, ti ma ke ble, unë për të këthej se ka në haram me majtë. Qka kemi, qysh i ka livdu Zoti muslimant në Kuran? Zoti ka thonë në Kuran, atyne kër ju thuhët, ka thonë Allahi, ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qka thonë, semi'na wa ata'na, dëgjuam edhe banëm amin, bojna amin, dëgjuam dhe respektuam. S'ka pas të sahabët me bo diskutim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka vlet diskutimi. Do të thonë, Allahu ka përmend Banu Israilit, kur Musa alaihi salam e ka kumtu, ju ka kallzu një dispozit të uratit, që kanë thonë, semi'na wa asajna, dëgjum dhe kundërshtum. Kjo ka qenë dallimi mes ummetit Muhamedit alaihi salatu wasalam edhe xhamatit Musës alaihi salam.
Që kanë bë, kanë fillu, kanë dialogu. Ju ka thënë Allah, merrni një lopë prene, i ka testu Zoti për me e kanë myt një njeri, i vjen rënë, ndoshta shpjegojmë detajisht. Edhe kanë shku te Musa, çysha Musa me e gjet kush e ka myt çet filonin. Allah ka thënë merrni prene një lopë, edhe me një copë mishi ose ashti, prekne, ky qohet. Zoti ka dashur mi testuaj, ka mujt Allah me ngjall çashtu. O Musa çfarë lop? A më kon mështir a lop? A më kon barsa mos më kon? E cili veç më kon i nanës vet? A kupton sa filozofina veç më angushtu Musa alayhis salam. E bëm, çfarë ngjyre? Zoti ka thonë si ngjyrë, çështojmë na pak si as sari, as kështu popullor se po foli. E derisa ju ka ngushtu në kret mretnin apo në kret shtetin e vet, veç një lopë kanë gjetë qase. Veç një, kanë shku ta e zotnia e ka thonë, ja, ka thonë nuk ja jap. Pse? Po Zoti ndashit me ble. Sa me ble? A i shkon fukara. Këta ja këshin pas hangër me zullum pasonin që ati fukaraja. Ma herët. Tha sa është lopë, a qesim kanar, qash dukat. O, shtrajt. Musa a.s. tha, jo, sa shtrajt. Se kur ju thojsha merë në një lopë, ju nuk e mshelshit gojen me shku çdo lopë me marrë me prej, qfar do lopë, po lypshit, na thojmë, pa e thamë këto, kërkoj mirë kuptim, kime në vo me lypë. Lypshit ju filozofojshit, shuni, merë në prej në një lopë, jo qfar ngjyrë, sa vjet, e para, e dyta, qysh, e tash bleja në njerit. Dhe thot, transmetimi, ju kthy haki, njerit ju kthy që e këshin marrë, pa drejtësisht. Pra, pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur ka thonë sahabët kanë bo amin. Ju e dini kur ka zbrit dispozita e ndalimit të alkoolit, alkooli ka kalu në për 3 etapa, do ulema kanë thonë etapa parë është etapa heshtjes. E heshtjes. Kurani s'ka folë as pena as mëse peni, etapa heshtjes. Etapa e dytë, kur e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a është haram alkooli ajo? Ka thonë Allahu në Kur'an, pyesin për alkoolin, thuj, në të ka dëm edhe dobi, po dëmi është më i madh se dobia. Omeri, kur e ka dëgjuar çet fjalë të rrejt, ka thonë nuk mujun me përdor një diçka që më shumë ka dëm se dobi. Domthon te tregtia kon fjalë dëm edhe dobi. Pastaj ka ardhur ajeti tjetër, e treta, domthon etapa e tretë, ku Zoti azza wa jalla ka thonë mos hyni të dehur në namaz. Mos hyni të dehur në namaz. Edhe ju kanë ngushtuar rrethi atyne që kanë pi, s'kan mujt ditën me pi, se du të më fal. Du të më fal. Edhe e katërta, Allahu ka thonë, kur e kanë ndalu tërësisht, në fund, e kanë ndalu tërësisht. Të dashur vëllezër, ka pas pretendime të disa personave, sidomos në kohën e komunizmit, ku njerëzit janë mundu mi arsyetu me ajete kuranore. Ai me ajet ka fol me ajet, po ajeti nuk e ka pas vënin që aty. Se Hazreti Alia ka thonë, a disa njëri e thot hakin me fjalë, po se ka për qëllim hakin, e ka për qëllim e ta pështjellu ty. A disa njëri nuk e do fen, s'munët me e ofendu fen. Çka bën, shkon e ofendon një hoxh. Një hoxh i cili është i mirëfill, që përmes ti me i largu njerëzit nga feja. Kështu është edhe do njerëz i marrin do ajete kuranore, çka të thot ty? Nanim, edhe ju ma shumë sonë bënë ma kjo bjerë. Thot, ja, veç mësin namaz i pit, se s'ka gajle jashtë të namaz. Le këta o gjallarë, kër në kumë lezu në Kuran, bajtë thot, pasha Zotin në kumë lezu, një me ka lezuaj në Kuran. Po aj ju kanal sahati ati me të moqmen. Se ka i verzionin e fundit, s'kam rritë aja jeti që e ndalën tërsisht. Në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur është ndalu tërsisht alkooli, thot Enes ibn Maliku, hadithi është i Sahihut e Buhariut, i më kanë thot ty qit rakit disa prej sahabëve me gota. Çtu kanë pas gotat? Thot ka thirr njëri prej përjashta, u bë haram tërsisht rakia, se sahabët kanë filluar me pas dyshime përderisa çdo herë tu shku tu ngushtua sapi, çtu ka më ndodh diçka. Me çet pije ka më ndodh diçka. Edhe thot nuk i kanë qu gotat të goja i vetë, po i kanë gjujt sa thot janë derdh në për Medinë enët fuqit me alkohol që i kanë pas, sa u bo, si me thonë, u bo deti aty.
se ka thonë Zoti edhe u kry, s'ka edhe pak. Po ashtu kur në rru kibla kur është në rru, 6 muaj, janë falë tash që kini na kibla, po thamë, në Medine i ka ratë kundërtën, që anena më falë. Ka arë një njërë, një sahabi që ka falë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam atje i qinin të xhamia pejgamberit, kur ka arë të kjo xhamia tjetër, i ka pas sahabët të u falë që anena të u falë. Edhe veç ka thirë për atje, thot dëshmëj se e kum pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke u falë në drejtim të Qabës, që i vike kundërta. Sahabët nuk kanë prit me kry namazin. E kanë ditë, ja kanë jovë zonin që ajë është rëndës, sahabët s'kanë rënë. Në mënyrë automatike, jënë këtu gjematit kundërtën, që kë safi funit, o bojnë pare, njëni për qëti safit funit ka dal imam. Ata që në konë safi parë, kanë me të safi funit edhe imami, ka ra përgjithësia për ti se ka ardhë ky o bojnë imam. Dhe mëdhën, kanë bo amin. Nëse ju met, kur në vjen një dispozitë Allah, apo e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që a thëmë, se mena wa ta'na, dëgjuam dhe respektuam. Sidomos të farzet edhe të ato bazat e fesë, nuk duhet me diskutu. Na kemi rast kur do më thani kallëzojmë dikuj, për shembull namazi qështu, duhet 5 vakti më falë, edhe aja nisë dhe thot, pse? Po mu s'ma mërmenja, a mos i shkon ma mirë qështu, a mos t'i shkon qështu, pse sa bëj bashkë qaqerët, me bë pak ma, shembull, a bedin, po, nuk të kalon vend Zoti me diskutu, nuk ka vend për diskutim, ka vend për nënshtrim. Aisha radhiyallahu anha thot kur ka zbrit ajeti Kuranit për mi vun shamijat, mbulesën islame, që shimi kanë në përdhoma, sa ma shpejt me kry obligimin e Zotit, s'kemi pas shamija, jënë konë fukara njerëzit, nuk kanë pas gardarobën aty, dhe më thonë me ku me ditë sa tesha. Thot, nëse si kemi pas 2 par tesha, ka një pari kanë pas, kemi shku të ndonjë shoqe jone ose ortakët që në konë, mos i ka dhe njona 2 par tesha, shambull bluza, për thamë kështu. Edhe e kemi da për gjys, rap e kemi qitë në krye, si pas mundësive. Pas taj ka daldale si kanë regullu sanët, veç me qurnën e Zotit në vend. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë arin, edhe ka marrë mëndafshin, sfillën, edhe ka thonë, qëto dyjat janë haram për burrat e umetit tim. Kush i vesh në dunja, nga burrat e umetit, nuk ka me vesh në xhenet. Kush e pin në dunja, më thonë, një alkohol ose diçka, nuk ka me pi prej mirësive të xhenetit, se ju e dinin, në xhenet janë 4 lumej, bazë 4 lumej, një prej tyre është ai me alkohol. E tash, mos thot dikush, a pse edhe në xhenet pas ka raki. Nuk është emni është, që ka thonë pejgamberi, në xhenet ka çka menja s'ta merr, syni se ka pa, veshje s'ka një kurr. Krejt poet të botës mu mbledh me përshkru xhenetin me fjalë. Nuk mundën me përshkru se nuk mundën me kap. Çdo emën që është përmend, alkooli, molla, dardha e xhenetit, hija, livadhi, shtëpia, janë jashta perceptimit njerëzor. Kretë artistë të botës ose inxhinierët apo arkitekt më mbledh me përshkru me vizatu një xhenet deri në kiamet. Nuk mundën me përshkru xhenetin edhe bukuritë e tij, pse? Se s'mund me mri mendja. Do të thonë, nëse prej Ademit alayhis salam, secili arkitekt edhe njeri që ka imagjinat fuqishme, mbledhet edhe shton me një pikturë të bukur, e shton. Ky e shton një vi, ai tjetri një detaj, ky një detaj deri në kiamet. Edhe thonë, para kiametit ç'ka xheneti. Kretë bota mbledh që shtu e kanë përshkruar xhenetin. Çka po thot pejgamberi? Kretë ata kanë gabu, sepse xheneti nuk mundet mu perceptu atë që është i bukur. Po mirë që i ka përmend Allah alkoolin, ka përmend mollën e dardhën, ka thonë Ibn Abbasi, komentatori më i mirë i Kuranit, për cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bën dua, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, Zot bën dietar të fesë edhe mësoja komentimin e Kuranit. Më i mëshmi mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam komentim të Kuranit ka Ibn Abbasi. Ka thonë çdo emër që përmend në Kur'an me niyet nga ushqimet edhe mirësit është vetëm emër, asgjë tjetër, nuk ka të bëj se për një mëç ashtu molla ose dardha. Por Zoti ka dashur me përshkru, me afru njerit pak meselën. Prandaj, me pas kujdes nga këto gjëra që janë haram. Teari, thamë se është haram për umetin, për meshkujt, për burrat. Argjendi sërmi, a është halal apo jo?
kemi transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka leju vetëm unazën e argjendit. Për meshkuj, po flasim për meshkuj. Se kemi rast kur disa vëllezër marrin zinxhira në dorë ose në qafë edhe ndoshta trash, edhe thot, po sërm ashtu hoxh, për sërmin bën me majt. Sërmi është i lejuar vetë si unaz, për meshkuj, gjithmonë po kthehem po tham. Jo si zinxhir, sepse është për ngjasim me femnat. Si unaz, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka transmetim që njëherë e ka marrë pejgamberi alayhi salatu wasalam një unaz e ka vënë. Në fillim. Pastaj të nejtë me shokët e vetë edhe të këshyrë unazën. Edhe të këshyrë shokët e vetë. Ty u ka lëzu ders, të fol me ta. Edhe që ka ba? E ka marrë edhe ka hek. I ka thonë dikuj merre. Ja ka falë. Ka thonë sepse kjo më angazhoj, të e këshyrë unazën, të u marrë me ta, nga muhabeti me juve, më angazhoj, më hupi vëmendjen, merre. Masanena, me kalimin e viteve, ka qenë, kur është bërë shtet, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ka pas nevojë me i dërgu letrat të vullosura në për perandori edhe mbretëni edhe qytetet të ndryshme, kur i ka ftuar në Islam e tjerë, i kanë thonë shokët e vet, ja Rasulullah, mbretërit edhe kryetarët e veneve nuk i pranojnë letrat pa qenë të zyrtarizume. Ç'është me zyrtarizu? Thot duhet me i vulos. Me i vulos. Edhe ju e dini, keni pa në për televizora, në për emisionin, në për filma, domethënë me ato si me quj, si lloj qiri, unë çtu po e quj, dylla, ç'a më thon, nuk e di sakt. Kanë vendosur aty ku është ngjit letra, kanë vendosur ata edhe pastaj e ka kthy unazën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe e ka vendos, e ka shtyp derisa ka me të shaja unazës së tij. Çfarë unazë ka marrë? Ka marrë unazë të sërmit, të shkruar në të Muhammed Rasulullah. Domethënë Muhammed më poshtë, Rasul pak më lart, Allah më lart. Domethënë që emri i pejgamberit më kon më poshtë, emri i Allahit më lart. Edhe e ka marrë domethënë në dorën e tij, për zyti në fillim thash e ka largu, pastaj për shkak të zyrtarizimit e ka marrë. Aty në cëllën dorë apo në cëllën dorë e ka marrë, e ka ndru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Herë ka marrë në dorën e djathtë, në dorën e majt, që vjen me kuptuar nëse pyet dikush cëllën dorë me majt nuk ka problem, domethënë dora djathtë edhe dora e majt nuk prish punë, por e ka ndru domethënë sipas nevojës edhe situatës. Ajo që është e rëndësishme, domethënë e ka marrë në këtë gishtin ose në këtë gishtin domethënë të dytin po e quaj ose në gishtin e vogël. Në njërin prej këtyre dy gishtave ka marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe ka ndru. Se ka pas rast kur na kanë pyet dikush, hoxha, jo me majt ndjathën, jo të majtën, jo kur të pastrojmë në WC, po e ndranë vëlla, e ndranë. E hek, e çet në gishtin tjetër, nuk ka kur gjë të keqe, domethënë ose këto. Sa i përket këtij gishtit madh, edhe gishtit dytë, që kjo gishtit tregus, e dini ju, domethënë këto dyjat nuk lejohet me majt. Ky është haram, kjo është e papëlqyme me majt. Prandaj këshill edhe që na ndëgjojnë përmes kamerës gratë, që ndëgjojnë, shohim në atë që e man këtë gishtin unazën, nuk ban. Mas paku është e papëlqyme. Këto tre gishtat ban me majt unazë, këto pa flas për femnat, ndërsa mashkulli tash nuk duhet mi mush ai durët e tij unaza apo diçka. Sa Allahu xhel kur e ka përshkruar femnën ka thonë ajo është rrit në zbukurime, në dekorime, kurse mashkulli është rrit në gjallëni, në punë etj. Por gjithsesi qëllimi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka ikë seneve të cilat i kanë dhënë kohje shumë të interesu për dunja. Njëherë ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një sejade. Edhe aty në kon doshaja, ja ka prun njëri dhurat sejade. Në kon doshaja aty dolara. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tu fal nafile namaz, ty kqyr ato larat. Ty kqyr larat. E ke pasin na kemi xhamia ose sejade në përshpia, edhe na sejadën tonë janë nxehim 4 orat. Tu fali të nxeh 4 orat. Ti ja ke nxeh dje, ju kon 8-4 ora. Sot nuk e mbon 9, apet janë 8. I ke nxeh një herë mos i nxeh më. Prandaj na kena pa dietar që unë kam pas njoft një dietar me ke atje edhe e mirë ke sejadën në krah edhe shkoj ke në xhami. Xhamia të pinë e mirë të pasur kret, po me lula e kish pasat të pinë. Pse vëm me rrogj, fa po hub vëmendjen namaz kjo të pija. Edhe mirë ke sejadën e vetë edhe u falke në sejade. Pejgamberi kur ja ka humbë vëmendjen sejadja, ka shku i ka thonë atij njerit
që piti e ka marrë dhurat, ka thonë, a ka mundësi me burr me ta kthy? Vallai tha, po ma hub koncentrimin në namaz. Çaj burri pastaj ka thonë, ja Rasulullah, s'ka problem, që e kam një pashaja. Edhe ka thonë një segjade tjetër. Çdo sa në cila i ka hub vëmendjen, koncentrimin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si namaz, si niyet, Rasulullah i ka largu. E tash, unë po kthehem, se edhe një 5 minuta i kemi, po kthehem te tjetra mesele. Sa në neve na hupin koncentrimin në jetë, ju e dini. Për shembull, djemë të ri, po ja jap një, mos them kritik, sa e mund më kon hobi për juve, nuk ka problem. Nuk ka problem. Veç mos e humbni koncentrimin e ahiretit për dunja. Për shembull, sa djali i ri është aq i dhënën mas fellgave të kerrit, sa do të thonë ai ka hub koncentrimin. Ai kado që shkon, fellgat e kerrit tan, muhabetën e fellgave, muhabetën e këtij, kerri janë, spoilerat, qyngat, ato këto. Ma pak, kërkoj falje se edhe unë kam hobi, domethënë gjëra të tilla, por me mas, trim me mas, trim rana asaj të lejuar, se ulemat kanë thënë, bën me pas një hobi, bën me pas i cili është halal, i cili ty të relakson në jetën tonë për me vazhdu punë, po jo më bë a deri në gjë jeta jote veç me fol kaç shka në për tubime, në për neje, në për internet, veç çato sana. Se edhe pse është halal, domethënë mos ta keq kuptojmë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një unazë ka humbë vëmendjen, ka marrë ka hek, një segjade ka humbë vëmendjen një herë, e ka largu. Nëse na domethënë rrim namaz, falim namaz, edhe a disa vllazën ka unë një, jam i bindur që edhe njefni. Lojna luajn në telefon me vite. Nuk kam qëllim me prej kërkan, se mos pa dikush për ma qëtë hoxha mu ose këti. Me vite. Unë e di domethënë që njeri 3 vjet e luan një lojë, nivele. 3 vjet lojë. Ka 2-3 saat në ditë. Sa të ulet me pi një kafe me një shaka i tap ato 4 ora ti shtyp, harxhon se nuk e di me emna se s'ka lidhje, nuk prish punë. Domethënë, na nuk kemi kohë. Për shkak sa herë kemi të lexuar Kur'anin vet. A din që 3000 saat janë bajagu mesele. Në shkollë nuk e di sa vjet fakultet mund është mi kry 3000 saat. 5000 saat. Edhe tash po i shesën ato lojën se ai tjetri s'po ka vakt, pja blen këtij. Lojnën s'po ka vakt ai 3-4 orë, po do me mrin nivelin më të lartë. Kjo është humbje kohë vëllazni. Allahu ka thënë wala asr, pasha kohën. Ka bo be. Pse ka bo be Allah? Na nuk lejohet me bo be në kohës. Pse se ti je o insan je i krijuar, domethënë i përbër nga minuta dhe sekonda, dije se kjo xhumo sot që e të fal, nuk mundesh me nxon më deri në vdekje. Nuk ka shans. Ka dek për ty kjo xhumo më. Ti mundesh xhumon tjetër, po je një javë më i vjetër se çet javë. Je më i vjetër. Edhe kështu vjen momenti që kalon jeta, pyet një pleç, sa qelem shelsyt, ti pastaj nuk ki vakt me thonë, o Allah, kesh i nxonën me lojën teme. A dini që të më thonë 3 pyetje të natës varit, kush është Zoti yt, feja jote dhe pejgamberi yt. Me bo me lexu 3000 sahat, ti bash ekspert i kësaj teme. Ekspert i kësaj teme. Libri im është Kurani, në rregull. Feja im është Islami. Pejgamberi im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hajde emrin e babës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe nanës. Sa vjet ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Po gjatë të 3 në rregull. Cillin vit ka lind, cillin ka vdek, 570 632. E do detajet sa fëmijë ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? 7. Sa djeme sa vajza? 4 me 3. 4 vajza 3. Çi kanë pas emrat? Nuk ka kohë. Pse? Sepse ky vllau 3000 orë ka lojnë në PUBG. Edhe cilët janë 10 të përgëzumit me xhenet. 10 përgëzumit me xhenet. Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu. 4, po. Cilët janë 6 tjertë. E natën e vorit ki mu përgjigj përgatitu. Vallahi një provim me pas me atletin në autoshkollë ose dikun munosh, qysh me abo dy qysh, a pak me ngjofsi, a pak ashtu, a pak të mësu, pak anë, pak ne, a bën dy qysh. Se kini provim. Provimin vendimtar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse çet provim e kalon, qilet një dritar apo një derë xhenetit. Edhe kimi vazhdu mirë, kimi pas punë deri në kiamet.
sa mi vjetë bon vakti kime najtë në varë, koha nuk vlen aty. Nuk vlen sahatit, u bon 3 sahat, u bon 13 vjetë, u bon 300 vjetë, u bon 1000 vjetë, la ilaha illallah. Ti qatë derë, gjenetit të ka qelë. Që ky provimi të përgadit për qatë derë me ta qelë. E që shme humbë kohën, pra një segjade ka pengu Resulullahin sallallahu alaihi wasallam e ka largu. Çdo sen që na pengon nga jeta mes neve dhe Allahut mu mundu me largu vllazën. Sepse vallahi veç në këtë formë kena me shku të Allahu xhaleshanu inshallah faqe bardh. Unë e di se s'mundemi mu bë perfekt. A Zoti nuk lyp mu bë perfekt. A di çfarë lyp Zoti? Veç mu bëj sinqert. O Allah, që ka ç'po moj. Aman një mam ma shumë. S'po moj, s'po di ma shumë. S'kam takat, aman një mam. Kur thu që shto, Zoti ka me të një mu. Hajtë se miresh, hajtë se s'ka gale. Jo, kështu jo. Allah na rujt lazni, Allah na përmirësoft, Allah na falt, Allah im shiraftet vdekurit tanë, walhamdulillahi rabbil alamin.